pesho këtu një mësafir që kam shumë special, Vanessa Doçi. Hajde Vanessa, ti prej kësa jave që po vjen, nuk do tjetë më në Kosovë, po do të utoj drejt Turkis, për të nënshkru një marrëveshje me njerën ndër produksionet më të mëdhaja në Turqi sa i përket muzikës. Vanessa, urime! Buda geçer, alışman usun. Hemen Kur'an perman sarıt, Buda geçer, dayalman usun. Një turk që kënë javën e kalume që tha Kosova është kundina mirë që jam këtu në Serbi, se Kosova është Serbi. Qa kemi tha ati turku të di Bali Beut? A kemi të lakuat në Turki? Po, dhe do t'i them se Kosova nuk është Serbi. Moj darsnia jeme a je zol, Jenë thurë loj vargjësh, jenë thurë loj fjallësh, ajo është njeri, fluturon, Halil Budakova dhe Hasan Lushi. Mjekën me ka, tekit mjekën, Halili. Unë e këmë një kohë në fundit, Halil Budakova e ka qenin Samsung. A është e vërtet, Halil? Pa qeli gazetën e këshën qitë fotografinë të Çak Norrisit edhe temë. Të Halilit. Edhe këshën qitë gladiatori më i forti në botë. Cilit pëlqen bërë këtyne aktorëve të zhëllët aksion? Halili, Vandomi apo Çak Norrisi? Ja, Halilin, normal se Halilin e kom zgjellë se e kom edhe partner. Qëshja barë rafsh, Halilit se u këto Halili. Me pas ko Vandomi, kështë në Vandomi, valla. Për këtë punë. Astante, në sa parë mund është mi mbledhë në diaspor me bo një film të mirë? Po e më varet, tash... Për shambull, 10 milion, 15 milion. Për qef i kisha rreh një 10 vetë në Kosovë, shumë i kisha rreh. Jo. I kisha rreh njerëzit në Kosovë që nuk krijojnë ardhmëri për rinin tonë mrekullueshme. Prapë të politika i dalë. Kum pas oferta Prej kujna? nga Partia Demokratike, nga Lidhja Demokratike, nga Aleanca, nga gjitha partitë kum pas oferta. Unë nëse him politikë në herë, mbane mend që po e flas në media, ose vi kryeministër direkt, ose vi presidenti. He, mërë, djallë, një të vatë rokitje.